mos na mbyllni bizneset, mos na mbyllni vendet e punës, mos na lini pa të ardhura. 143 familje mbarën ka ky vendim. Japëm 10 ditë kohë zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për ta pezulluar vendimin. Ne përfaqësues të biznesit do të jemi gjithmonë aty ku janë kërkesat e bizneseve. Vnoh prodhimi vendor. Bojmë thirrje zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike që ta pezulloj vendimin për daljen në treg të lirë. Zyra e rregullatorit të energjisë elektrike nuk është një institucion që na ka ardhur prej jashtë, është një institucion i brendshëm i Republikës Kosovës, i cili duhet të mbrojë bizneset. Andaj, japëm 10 ditë kohë zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për ta pezulluar vendimin. Kërkojmë nga qeveria që t'ulet me zërej në të mirë të biznesit, në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës, po edhe punëtorëve të Republikës Kosovës që ta gjejmë mënyrën qysh ta pezulloj për një vit minimumi kërkesën për dalje në treg të lirë. Ta mbrojmë biznesin se nuk ja kemi bashkëpujt me na shkatru biznesin. Kjo biznes që është ndërtuar me mjete vetanake, me investime private, edhe me forca të veta, secili prej bizneseve ka ndërtuar, ka zhvilluar dhe nuk jep të drejtën askujt. Janë 143 familje që jetojnë prej këtyre bizneseve, 60% e ekonomisë së Kosovës që zhvillohet prej këtyre bizneseve. Rune sa nuk është bon. Restez au but. Sad ne okupim prije mornja pet. Gönderan, pod bra. Srati vrov! Po, hiçbir şey var da, dünya şu. Sot jemi mbledh jemi mbledhur kundër një padrejtësie që po na bëhet si biznese, si ekonomi e vendit, si qytetar të Republikës së Kosovës. Nuk jemi sot këtu për luks, nuk jemi me kërku mëshirë, jemi me kërku një të drejtë tonën që na takon. Energjia elektrike është dritë, është motor i zhvillimit ekonomik, edhe buka e cila pjekët vjen prej energjisë elektrike që konsumojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Është ndërhyrje në standardin jetësor të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne të gjithë e kemi një kërkesë të vetëm. Na japni një fazë të tranzicionit, përgatitni tregun për kalim në tregun e lirë. Më pas edhe një paketë e cilën e kanë pas gjitha vendet e rajonit të Evropës, po dhe më gjërë që i kanë ndihmu biznesit që mos me vrejt
asnjë efekt negativ, mos me ndiku në ullje ose në mbyllje të biznesit dhe mos me ndikue në ullje në standardit qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ata që na injorojnë nuk do të fitojnë, do të fiton zëri biznesit, gjithkund ka fitu zëri biznesit. Mos na mbyllni bizneset, mos na mbyllni vendet e punës, mos na lini pa të ardhura. Ne duam tranzicion, nuk dojmë imponim. Andaj, prape përsëris, kërkesa jonë është që brenda 10 dite ZRE ta pezulloj vendimin për daljen në treg të lirë. Qeveria e Republikës Kosovës të ullet me ZRE dhe ta gjej mekanizmit ose masat të cilat do t'i ndihmojnë biznesit që të mos ta vrej efektin negativ, që të mos ndikojnë në kostën e jetës së qytetarëve të Republikës Kosovës. Është fakt që kjo protestot është e 1300 bizneseve, 50% të ekonomisë së Kosovës, 50% të punësurve në sektorin privat, 143 familje mbarën ka ky vendim. Andaj, lusëm institucionet të gjitha që të ullën dhe të gjejnë zgjidhjen. Mos na detyrojnë që të vazhdojna me protesta, mos na i hupin shpresën për të ardhmen. Thash, rryma është dritë për çdo familje, për çdo biznes, por për ekonominë tonë dhe për një standard më të mirë. Andaj, kërkesa e fundit, edhe një herë për qeverinë, thirrja e fundit, respektoni ligjin, respektoni Kushtetutën e Republikës Kosovës, jeni në shërbim të biznesit, jeni në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe këtë duhet ta keni parasysh. Mos e ndalni zhvillimin ekonomik. Respektoni ligjin. Tregu i lirës mund të filloj me një monopol. Këto e në kushtet tona, asgjë më shumë. Qeveria para disa ditëve i dau Qeveria para disa ditëve i dau 30 milion euro mja rrit pagat punëtorëve të sektorit publik. Aq na duhen neve për mirujt 150.000 vendet punës. As t'ja ma shumë. 30 milionera dhe BE ka dhonë që me dalë në tranzicion kadal në treg të lirë, jo me në monopol. Duat përsëris fjallës që i përsëritën të tjerën, por duat thëni që ne përfaqësues të biznesit do t'jemi gjithmonë aty ku janë kërkesat e bizneseve. Vnoh prodhimi vendor, vnoh biznesi Kosovës, vnoh ekonomia Kosovës, vnoh Republika e Kosovës.